ka qenë ketë narracioni Abdigjikut në fushat elektorale që kemi ngopë bashkë, ka dali të reti, as për dhe kënë së ne ka mund. Kjo është për me dhonë përgjithësi pak. Nëse jo me doreq, përgjithësi mi u dhonë, atë në strukturave. Cili jo gabimive? Që gabimi jo në studio, për 3 muaj ditë, që kemi qenë në këtë studio, nuk e kemi thënë të vërtetën për lidhjen demokratike. As plumiri jo, se i ka rrejt struktura që dalin parit. I ka rrejt këtë strukturat e dekres që dalin parit. Na e kena ditë vërtetën për lidhjen demokratike. Struktura jonë tash revoltume. Lidhja demokratike e Kosovës ka bo fushatën më të pasur në histori të Kosovës. Kopja Albin Kurti 2015. Komplet kopja. Jo, në aspekti financiar. Kështë po të me programe, me nacion. Jo, më të pasur. Ato se di. A është sukses që kjo? Po sukses. Dështim. Ky është qysh. Nëse ty të besojnë edhe t'japin para, për me organizu pse t'japin. A dim se, ky ka qenë një, do me thonë, një grumbullim i njerëzve në hall për faktin se kanë qenë të atakuar nga vetë vendosja dhe vetë me shpresë. Pse shkun t'i tjetër me batan? Po ku e shku? Ku, hajte ku? Suksesi Lumiri këtu është ajo. Por me gjitha të gjithë nuk e kemi thonë vërtetën se e kemi ditë që... Për shkak LDK-ja ka pas fushatën më të mirën, jo që të zgjedhje, po ndoshta më e mira që ka bën nai parti në herë në Kosovë. Se këna thotë vërtetën tjetër, se gjithë njerëzit nga përsalla, jënë bardë me autobusa, që kjo është frymje për ta. Nëse jënë bardë me autobus, nëse nuk jënë bardë me autobus, këtu u folë për një kryetar të mirë të LDK-s që është ka qenë Isa Mustafa. Që ka qenë po flatë ma i miri që ka pas historia e Kosovës si kryeministër. Po këthena, Isa Mustafa, dhe ai kryeministër, dhe ai kandidat i mirë i LDK-s se ka hu Prishtinën. Krye qytetin e Kosovës dhe ka marrë vetë vendosja. Me dur në gjepa. Me dur në gjepa që ashtu e ka hu Prishtinën. Ja ka hu PDK-ja. Unë nuk e di, nëse PDK-ja ka arrit me ta hu ty Prishtinën, sekretari LDK-s se dur në gjepa as të shtëpia. Tash, po flasim për një kryeministër, një kryetar më i mirë që ka në LDK-s dhe ka hu krye qytetin. Që ato e ka marrë të mbrapshtën LDK-ja, në momentin kur e ka hu Prishtinën, sepse ka qenë dihet Prishtina me kanë ka qenë. Të shkojmë të ashtutja. Momentin kur Zoti Veliaj, Agimi, shkon dhe bëhet minister në qeverinë e Zotit Hoxha. Jep dorëheqje për këtë. Jep dorëheqje. Me njëherë e humbet Podujeva prej LDK-s dhe kalon të vetëvendosja. Humbet edhe një qytet i madh, një numër shumë të madh nga LDK-ja dhe kalon në vetëvendosja. Palas u kthy. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Tash flasim. Po se ka fituar Bolliçi. Vjen Zoti Abdigjiku. Çka bën? Puna e parë është që e kthen Prishtinën. Pas 8 vitësh që e ka humb Zoti Isa Mustafa dhe ajo LDK-ja e mire që po konsiderohet këto. E kthen Zoti Abdigjiku. Nëse Zoti Abdigjiku ka arrit me manipulu qatë PDK-n, që ja pas ka humb Zotit Mustafa Prishtinën, atër na shkojnë e dhojnë a Zotit Abdigjiku dorën. Kjo tregon që për herë të parë LDK-ja ka përdorë PDK-n, e PDK-ja nuk e ka përdorë LDK-n, ndër vite që është përdorë për herë. Tash, e kujtojna që në zgjedhjet lokale, Podujeva kthehet në raundin e parë, kthehet të LDK-ja, e fiton LDK-ja. Asamblenë e ka. Në balotash pastaj fiton Zoti Bolliçi me votat. Bolliçi ka fitu si kryetar, po asambleja e Podujevës është shumicë që ka LDK-ja. Pastaj kthehet në Agim Veliu, votat e Agim Veliu të japin fitoren Bolliçit. Po dhe pastaj Atër çaj nga volë të në? Jo, se është ta krypto. Tash halo Agimi me... Nëse është një vërtet që nëse është vërtet që Agim Veliu e ka po Bolliçin, tash qa po dhe tash që Bolliçi da kërë dhe helë dhe një. Ta dashamir sa tash ta dashamir se të LDK-s, të cilët i kam pengu Zotin Abdigjiku në zgjedhje lokale, po dalin dhe po flasin për të mirën e LDK-s. Qysh po mujna mi qujt na Lumir Abdigjikun humbës ose me dhanë dorëheqje? Kur? Çka bani? E mori prej 9 ose 10%, sepse 2-3% kanë qenë të AKR-s. Ato janë vota edhe listës për familje dhe AKR-ja i dha vota. 5% ja dhanë Prishtinë. Kështu që ato kanë qenë 9 ose 10%. Sa jeni partizan ti edhe
Lista për familje i ka morë 5% në Prishtinë për shkak të Begjet Bocolit. Për shkak të Begjet Bocolit, domethënë, prandaj po them 9 ose 10% maksimumi ka qenë LDK-ja. Dhe çka ndodhi? Vjen zoti Abdigjiko, deri e çon afër 18% LDK-n. I ka kthy, ka uvërshtba partia e parë me komunat. Tu i përfshi Dragashin që pastaj ja marr PDK-s. Edhe aty ka një dallavere, pa kallë tash. Bashkëpunim me Milan Radojčićin. Politika është dallavere, o Ezra. Jo, bashkëpunim me Radojčićin. Bashkëpunim me Radojčićin. Jo, këto e di sigurt. Ka negociuar Abdigjiko me Rasim Vitaminkon. Rasim Vitaminka është mirë Radojčićin. Ka shkuar atje, i ka bërë shantaž koronave, edhe ka marrë komunë. A më me kryve shumë shpejt. So e gjivna për një minister Nitos. Po, Leonard. Kemë kujdes Një LDK. Një LDK e cila e humbur shtetin. Një LDK e cila bie në 9%, gati 10 dhe kthehet në votat ku i ka pas pothuajse dhe që ka një trend në rritje, nuk mund t'i thuhet atij kryetari shko të shtëpia. Atij thuhet do ta shohim edhe në zgjedhjet lokale, se ku po na çon, e do ta shohim pak a shumë edhe në zgjedhjet tjera. Ajo që vëdu me thonë, nuk është zotësi e një kryetarit partisë cilës do të povë me hum njerëz. Po të njëjtën kohë partitë nuk funksionojnë si një farë ekipi idealist edhe ideal, në cilën kërkush nuk ban asnjë lloj gabimi edhe cilën asnjë fjalë nuk është jashtë një farë kornize. Nuk humbën njerëz nëse partia, në këtë rast Lidhja Demokratike, synon me vazhdu rritjen, e ka nis rritjen, është e dukshme, nuk ka asnjë dilemë këtu, edhe nëse synon me vazhdu rritjen, edhe synon me vazhdu kontributin për shtetin, e sidomos që situatën e ndodheme, nuk besoj që as duhet me hub zotin Hoti, e as atë, as atjetër, sepse nuk mbohen njerëz në parti duke ja shiku me lup fjalt, statusat Facebook, lajkat në Facebook, sikur se bojnë partitë që janë këta autoritare ose diktatoriale për smraqme. Ajo që është tepër me rëndësi është, nuk duhet me kthy ata, se na mujna me kthy edhe me i pas se cilën detaj, ata nuk do duhet me kthy debatin në kush sa vota i ka marrë në filan katuni ose në filan fshati, sepse konteksti nuk është i njëjtë. LDK-ja tek e fundit, LDK-ja për vitit 2004 nuk ka fitu asnjëherë zgjedhje. A duhet me shu LDK-n, që 21 vjet s'ka fitu zgjedhje, edhe me thonë hajde peshujmë se kjo s'ko ka parti? Jo, përkundrazi. Duhet me pa edhe kontekstin, ndoshta edhe në 2007 ka mujtë me fitu, po ka një kontekst tjetër. Pra, nuk këputet, në kuptimin, unë e pash për shkak disa elemente, se na pe diskutojmë këto me drejt, rrjedhojen që ka me dalë për këti debatit nisën publik për zotit Hoti, profesorit Hoti, dhe një prej elementeve është që thot prej e panatyrshme në parti.